Është bo një aksident, është aksidentu një fëmijë shkel prej kerrit. Ne kemi shpreh pak knatësinë tonë për transferin që është bërë fëmijëve tonë prej shkollës Asim Vokshi në shkollën Zenel Hajdini. Edhe pse drejtoria e shkollës i kishte njoftuar prindrit se do të kthehen në këtë shkollë nga shtaturi i këtij viti me mësim tërditor. Shoqëratja ka qenë shumë afër, nuk e di pse më ardh këto. Na ka mujt fëmia me shkollë, më ardh vetë shkollë. Këto nuk guxoj me lëmë më ardh vetë, është shumë e vogël. Teksa sot në të gjithë vendin i zyrtarisht fillimi i vitit shkollor 2025-2026, nxënësit e shkollës Zenel Hajdini në Prishtinë nuk u kthyen në bankat shkollore. Edhe pse drejtoria e shkollës i kishte njoftuar prindrit se do të kthehen në këtë shkollë nga shtaturi i këtij viti me mësim tërditor. Kemi bërë një peticion me rreth 200 nënshkrime të prindërve të shkollës Asim Vokshi, që kemi shpreh pak knatësinë tonë për transferin që është bërë fëmijëve tonë prej shkollës Asim Vokshi në shkollën Zenel Hajdini, me premtimin që komo mbajt mësimi tërditor, për shkak pamundësisë ata që e dinë buxhetit të rrethanave tjera nuk janë plotësu kushtet për mësim tërditor, edhe mësimi tërditor nuk ka filluar. Na si shqetësim kryesor kemi shpreh pasigurinë e fëmijëve tonë, megjithse sipas decentralizimit të shkollave o dasht neve më na lajmëru, edhe mu konsultu me neve për me marrë një vendim të përbashkët. Kjo gjë nuk ka ndodhur, nuk na ka konsultu askush, edhe se kanë marrë vendimin tonë. Na jemi dalë me kërku kthimin e fëmijëve tonë në shkollën Asim Vokshi për arsye të sigurisë, që nuk ka siguri. Fëmijët tonë ka përcjellë në rrugën kryesore atje pothuajse magjistrale, që është shumë e frekuentuar, edhe kjo pjesa kënej ka të vinë është rruga shumë e ngarkuar, shumë e frekuentuar, nuk është rrugë e thjeshtë e lagjës një rrugic, po është rrugë që kalojnë autobusat, shumë automjete të mëdha që për fëmijët prej moshës 5 vjeçare që fillojnë parashkollore deri në moshën diku rreth 12 vjeçare është rrugë shumë e rrezikshme. Edhe ne kemi dalë me një kërkesë që nuk jemi kundër proceseve që ndodhen nëpër shkolla, nëse nëpër këtë shkolla ka ndodhur mësimi tërditor, le të bëhet edhe për ne, po le të bëhet në shkollën tonë për shkaqe të sigurisë. A keni pas takim me drejtorinë e Asimit? Po, kemi pas takim. Kanë mendu ata, kanë shpreh atë vullnetin që të bëhet sinjalizimi rrugëve, po ne nuk mendojmë që ajo është zgjidhje, sinjalizimi, ose përcjellja e fëmijëve për me kalu rrugën kryesore. Ne mendojmë që fëmijët tonë më konë sigurt, afër, ajo pjesa anal që është e kodrestrimave, shkolla o dediku për atë pjesën atje, shkolla joni plotson kushtet, Asim Vokshi, ka pas numër të vogël të nxënësave, pak paralele, para mendoni tash në klasë dhe mund të jenë 2 paralele. Klasa 5 ka qenë 2 paralele me nga 20 nxënës, klasa e treta 3 paralele 17-18 nxënës. Pse ajo shkollë si ka plotësu kushtet me ndajt atë? Ne nëse nuk marrim përgjigje, besojmë që do të shkojmë në mënyrë ligjore, kërkojmë spari për sigurinë e fëmijëve tonë që kemi të drejtë. Kjo çështje është e përfshirë edhe me decentralizimin e shkollave, që na kemi drejtë si prind më kërku për mirëqenien e fëmijëve tonë, për sigurinë e fëmijëve tonë dhe do të vazhdojmë me instanca më të larta. E kam mamin pensionera, ajo shumë e vjetër për me marrë fëmijën, nuk e di a mund arrin këto, do të mi kalu disa rrugën kryesore, disa rrugë do me thonë deri për marrë deri këto, shumë problem. Është qëtësim jashtëzakonisht i madh për neve, si familja. Shoqëratja ka qenë shumë afër, nuk e di pse më ardh këto. Na ka mujt fëmia me shkollë, më ardh vetë shkollë. Këto nuk guxoj me lëmë më ardh vetë, është shumë e vogël. Kjo çështje ju kisha lutë të gjithë të mos politizohet, sepse fëmijët tonë janë mbi politike. Siguria e fëmijëve tonë është mbi fushatën, mbi të gjitha. Nuk jemi dalë këtu as me përkrah kërkan, as me dëmtu kërkan. Jemi dalë për pak knatësinë që po na i ka nosur rreziku fëmijëve tonë. Për këtë jemi dalë për sigurinë e fëmijëve tonë. Ju lutem, mos e politizoni, nuk jemi dalë për çështje politike. Nëse nuk bëhet zgjedhje me i kthy fëmijët tonë në Asim Vokshi, atëherë kemi me pas probleme, pasi që edhe para disa ditësh është bo një aksident, është aksidentu një fëmijë shkel prej kerrit dhe të ardhmen e kemi problem dhe kemi shqetësim shumë të madh. Po na komplet shkolla Asim Vokshi është do të thotë është bardh këtu. Dikon rreth 270 nxënës janë. Është shqetësim shumë i madh. Distanca prej rrugës Varreza o qytetit atje, po duhet me ardhur këtu me kry procesin e mësimit. Por ata është ndërtuar shkolla Asim Vokshi, masi që është ndërtuar Zenel Hajdini për m'ia lehtësu, jo për m'ia vështirësu. Andaj kërkojmë që më na kthye urgjentisht drejtoria të BK-ja në shkollën tonë Asim Vokshi. Largimi i nxënësve ka qenë për shkak të procesit mjeditor që është Po, për çatë arsye është bë decentralizimi që me zhvillu procesin e tërditor, mirë po kjo veç e ka vështirësu. Edhe pse s'ka fillu hala, ende s'ka filluar, po është vështirësu shumë.